Dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Emërohet drejtori i ri i Spitalit të Lushnjës. Denis Korreshi merr zyrtarisht drejtimin e Spitalit Ihsan Çabej. Ish drejtori Roland Ziu vlerëson punën e tij dhe falenderon stafin. Sot është bërë prezantimi dhe marrja zyrtare e detyrës nga drejtori i ri i Spitalit Ihsan Çabej në Lushnjë, Denis Korreshi. Ai vjen në këtë detyrë pas eksperiencës së mëparshme si drejtori i njësisë vendore të kujdesit shëndetësor. Në ceremoninë e prezantimit u vlerësua roli i institucionit në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët, ndërsa u theksuar rëndësia e vijimësisë së punës dhe përmirësimit të mëtejshëm të shërbimeve spitalore. Ish drejtori Roland Ziu bëri një përmbledhje të punës së realizuar në spital dhe u shpreh se beson që drejtimi i ri do të vijojë me përkushtim dhe do të sjellë rezultate pozitive në institucion dhe falenderoi stafin mjekësor dhe administrativ për bashkëpunimin gjatë periudhës së drejtimit të tij. Nga ana e tij, drejtori i ri u shpreh i angazhuar për të vijuar punën në drejtimin e përmirësimit të shërbimeve shëndetësore dhe forcimit të organizimit të brendshëm të spitalit, duke vënë theksin tek bashkëpunimi me stafin dhe rritja e cilësisë së kujdesit ndaj pacientëve. Alba Bejo ka zëvendësuar Denis Korreshin pas largimit të tij. Zjarri përfshiu banesën e një të moshuari që nuk u lëndua në krutje të sipërme. Sipas policisë, dyshohet për shkëndijë elektrike. Zjarri ka përfshirë një banesë në fshatin Krutje e Sipërme rreth orës 11:45, ku jetonte i vetëm Filip Shani. Si pasojë e temperaturave të larta, flakët kanë përfshirë plotësisht aneksin e një banese dykatëshe, duke djegur të gjitha orjendit shtëpiake që ndodheshin brenda tij. 2 mjetet të zjarrfiksëve të Lushnjës kanë ndërhyrë dhe kanë bërë të mundur shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e përhapjes së tij në banesat përreth, të cilat ndodheshin shumë pranë vatrës së zjarrit. Në vendngjarje përveç shërbimeve zjarrfikse kanë qenë edhe shërbimet e policisë së komisariatit Lushnjë, të cilët po punojnë për të zbardhur shkaqet e zjarrit që mund të merrte për masa katastrofike. Dyshohet paraprakisht se zjarri mund të jetë shkaktuar nga një shkëndijë elektrike. Sipas deklarimeve të Filip Shanit për policinë, ai ka vënë re flakët pak minuta pasi kishte dalë nga aneksi, duke njoftuar menjëherë shërbimet zjarrfikse. Bashkia Lushnjë ndryshon skemën e pastrimit gjatë verës. Mbetje do të mblidhen 2 herë në ditë. Pastrimi i qytetit të Lushnjës do të ndryshojë gjatë sezonit të verës. Për shkak të temperaturave të larta, mbeturinat nuk do të hiqen më vetëm një herë, por 2 herë në ditë nga pikat e grumbullimit në mëngjes dhe në mbrëmje. Sipas ndërmarrjes së pasurisë publike pranë bashkisë Lushnjë, kjo mas synon të mbajë qytetin më të pastër dhe të shmang erat e pakëndshme që krijohen nga mbetjet gjatë vapës. Drejtori i ndërmarrjes Elson Zeka shprehet se shërbimi nuk kufizohet vetëm me largimin e mbeturinave. Pas kalimit të mjeteve teknologjike, punojësit kryejnë larjen, klonimin dhe dezinfektimin e pikave të grumbullimit për të garantuar higjen më të lartë. Ndërkohë për të përballuar temperaturat e larta, makina e ujit do të njom periodikisht akset kryesore të qytetit, duke ndihmuar në uljen e nxehtësisë dhe pluhurit. Zeka u bën thirrje qytetarëve të mos hedhin mbeturinat jashtë koshave dhe të mos u vënë zjarrin atyre. Ai garanton se shërbimi i pastrimit do të përgjigjet çdo kërkesë të banorëve për largimin e mbetjeve në zonat ku ata jetojnë. Në Fier vijojnë punimet për rehabilitimin e argjinaturave të dëmtuara nga përmbytjet e fundvitit dhe janarit. Fokusi në Vjos dhe Seman, pasi synohet rritja e sigurisë së zonave bujqësore dhe mbrojtja nga përmbytjet. Drejtoria rajonale e Bordit të Kullimit Fier po vijon punën për rehabilitimin e argjinaturave që pësuan dëmtime gjatë përmbytjeve të fundit 2025 dhe janarit 2026. Ndërhyrjet janë përqendruar në segmentet më problematike me synimin për të rritur sigurinë e zonave bujqësore dhe për të minimizuar rrezikun nga përmbytjet në sezonet me rreshje intensive. Specialistja e Bordit të Kullimit Elida Boçova shprehet se aktualisht puna është fokusuar në argjinaturën e lumit Vjos, ndërsa paralelisht po kryen ndërhyrje edhe në argjinaturën e lumit Seman. Në dëmtimet e pjesshme që ndodhen në këtë argjinatur, ne kemi ndërhyrë urgjentisht gjatë përmbytjes dhe në momentin kur ujrat ishin duke ardhur. Kemi ndërhyrë në të 2 krahët e kësaj argjinature, dhe në krahun e Vlorës dhe në krahun e Fierit. Nga vështrimet e janarit u dëmtua edhe bankina e kanalit Vaditës, e njohur si Dega e Martinës, e cila shërben njëkohësisht si argjinatur mbrojtëse. Njëkohësisht, pas
tërheqjes së lumit plotësisht, ne kemi ndërhyrë në të gjithë pothuajse më të shumtën e rrjedhës së kanaleve kullues që derdhen direkt në Vjos, ose që ne i quajmë kanale të luginës së Vjosës. Të argjinaturën e Vjosës po punohet në Kafaraj për mbrojtjen e njëkohësisht dhe të tokave bujqësore, por mbrojtjen se aty është dhe stacioni ujit të pishëm dhe të mos ketë problematika do me gjatë përmbytjeve, po mbi ngrihet kurora në 3 kilometra, 3 kilometra të kësaj argjinature. Problematika të tjera në këtë argjinatur ka edhe në Mallakastër, të cilët ne jemi koshient dhe i dim, por në një periudhë të mëvonshme, pasi mjetet i kemi patur në ngarkesë të plot pune gjatë këtij sezoni, sepse njëkohësisht po punohet edhe në argjinaturën e lumit Semant, sidomos në krahun e djathtë të rrjedhës së këtij lumit, ku pati dhe problematikat në përmbytjet e 2026-s. Punimet në argjinaturën e Vjosës përfshin rehabilitimin e rreth 3.4 kilometrave, ndërsa pas përmbytjeve të vitit 2017 ishte investuar në afro 4.6 kilometra të kësaj vepre mbrojtëse. Sipas specialistëve, mbeten ende segmente problematike veçanërisht në zonën e Mallakastrës, ku ndërhyrje do të vijojnë në një fazë të mëvonshme. Ndërsa argjinatura e lumit Semant konsiderohet sfida më e madhe. Sipas specialistëve të bordit të kullimit, ajo ka nevojë për një studim të detajuar hidroteknik për të vlerësuar kapacitetin e saj përballë prurjeve të lumit dhe shkarkimeve nga hidrocentrali i Banjës, si hap i domosdoshëm për një rikonstruksion afatgjatë. Është zbuluar në Divjak një ambient që shërbente për tharjen e kanabisit. Policia ka sekuestruar 44 kg bim narkotike kanabis dhe 1426 bim të kultivuara. Vijojnë intensivisht kontrollet në territor dhe në ambiente të mbyllura për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike. Zbulohet në Divjak një ambient i përshtatur për tharjen dhe përpunimin e bimëve narkotike. Sekuestrohen 44 kg bim narkotike kanabis në formë boçesh në proces tharjeje. Gjithashtu gjatë operacionit u konstatuan të kultivuara 1426 bim narkotike kanabis. Një pjesë e tyre u azgjesuan në vend, ndërsa pjesa tjetër u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Në njoftimin zyrtar të policisë, thuhet se si rezultati kontrolleve intensive në territorin e qarkut Fier, nga toka dhe nga ajri me dron, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Fier në bashkëpunim me shërbimin e komisariatit të policisë Divjak, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, kanë finalizuar operacionin e koduar koordinimi. Gjatë operacionit në vendin e quajtur rezervuar i Divjakës në një tokë shtetërore u gjend një ambient i përshtatur për tharjen dhe përpunimin e bimëve narkotike. Në këtë ambient u gjetën 37 kg lëndë e dyshuar narkotike kanabis në proces tharjeje dhe 7 kg lëndë e dyshuar narkotike kanabis në formë boçesh. Lënda narkotike u sekuestrua në cilësinë e provës materiale me qëllim kryerjen e ekspertimit. Në vijim të veprimeve procedurale, specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve të DVP Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale shpërdorimi detyrës për 3 punonjës të administratës rajonale të zonave të mbrojtura në qarkun Fier. Shtetasit ET, 33 vjeç me detyrë përgjegjës sektori, FH, 37 vjeç me detyrë specialist menaxhimi dhe GA, 53 vjeç me detyrë roje. Vijon puna në drejtimin e prokurorisë së Fierit për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të kultivimit të bimëve narkotike. Kryeministri Edi Rama mbajti një fjalim në ditën e administratës publike ku vlerësoi në punësit civil dhe u ndal tek sfidat e sektorit. Kurse për protestën, u shpreh se shqetësimin real të qytetarëve e quaj uji i pastër. Në ditën e administratës publike, Kryeministri Edi Rama vlerësoi rolin e administratës shtetërore në funksionimin e institucioneve dhe në ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Ai theksoi se profesionalizmi, integriteti dhe përgjegjësia janë thelbësore për një administratë moderne, ndërsa ndaloi edhe tek sfidat si përmirësimi i shërbimeve, transparenca, digitalizimi dhe rritja e kapaciteteve profesionale. Transformimi i administratës është një proces jashtëzakonisht kompleks, jashtëzakonisht i vështirë dhe i cili kërkon diçka që bota sot dhe për më tepër Shqipëria sot dhe shqiptarët sot e kanë gjithmonë e më pak, kërkon kohë.
kërkon kohë sepse bëhet fjalë për krijimin e mekanizmave që lidhen me njerëz, me shumë njerëz. Nëse në administratën publike ku gjendet edhe gjithë ai burim njerëzor që na ka mundësuar ecurinë shëmbullore me procesin e negociatave, ne kemi sot një kualitet të ri. Në administratën shtetërore, ne kemi sot një sfidë shumë të madhe përballë qytetarëve. Rama komentoi edhe protestën duke thënë se qeverisi intereson shqetësimi real i qytetarëve, ndërsa pjesën tjetër të tubimit e cilësoi si mbledhje të dështakëve të Shqipërisë. Duke qenë se jemi në një moment specifik, intensiv të rrugtimit ton si shoqëri, më lejoni të sjell këtu një epizod nga shumë epizode që ne po mbledhim për të lexuar si duhet protestën e bulevardit, në atë pjesë të saj që ajo protest ka rëndësinë e vetë themelore për ne, që është zëri dhe që janë shqetësimet reale të qytetarëve. Pra ajo që unë e quaj uji i pastër dhe i rrjedhshëm i protestës, nën atë korën e zezë të asaj që për fat keq është pjesa e zhurmshme dhe e dukshme ku janë mbledhur gjithë dështakët dhe zemrakët e Shqipërisë. Kreu i SPAK, Klodian Braho, paraqiti raportin në Komisionin e Ligjeve për vitin 2025. 871 procedime penale dhe 43.5 milion euro pasuri të sekuestruara. Kreu i SPAK, Klodian Braho, paraqiti në Komisionin e Ligjeve raportin vjetor për vitin 2025, ku theksoi se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbetet prioritet. Sipas tij, gjatë vitit 2025, SPAK ka hetuar 871 procedime penale, nga të cilat 294 çështje të reja, ndërsa ka përfunduar 216 hetime. Në raport u bë me dije se janë hetuar 30 zyrtarë dhe ish zyrtarë të lartë për korrupsion, 18 prej tyre janë dërguar për gjykim, ndërsa 10 janë dënuar me vendim të formës së prerë. Raporti nëpërmjet procedimeve të reja dhe çështjeve të përfunduara, ajo që ne e quajmë koeficienti i përfundimit të çështjeve, u rrit nga 66.4% për vitin 2024 në rreth 73% në vitin 2025. Kjo tregon që SPAK-u ka përballuar një ngarkesë në rritje pa humbur qëndrueshmërinë në mbylljen e hetimeve. Treguesi i rëndësishëm gjatë vitit 2025 është rritja e qasjes proaktive, nga 294 procedime të reja, 109 prej tyre janë regjistruar kryesisht nga prokuria e posaçme, ose rreth 37% e totalit të çështjeve të nisura kryesisht. Në vitin 2024 ky tregues ishte 19.8%. Kjo tregon që SPAK-u po mbështetet gjithnjë më shumë në analizë, në hetim financiar dhe në inteligjencë kriminale, jo vetëm në kallëzime apo referime të ardhur nga institucionet e tjera. Për sa i përket efektivitetit në gjykim, gjatë vitit 2025 në gjykim ky efektivitet ka mbetur nivele të qëndrueshme, si gjatë periudhës 2021-2025, krahasuar me vitin 2024, numri total i vendimeve të gjykatës është rritur lehtë me 5.5% nga 72 në 76 vendime, duke reflektuar stabilizim të volumit të çështjeve të përfunduara. Deputeti i Partisë Demokratike Oert Byllykbashi pyeti kreun e SPAK Braho nëse do të ketë kërkesë të dytë në kuvent për arrestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Braho u përgjigj se çështja është nën hetim. Parlamenti është përfshirë në këtë çështje. Nuk do kishte çështje nëse nuk do kishte shkelje të ligjeve, prandaj edhe krijohet çështje. Dy gjëra mund t'ju them. Së pari, ju e keni të qartë qëndrimin e prokurisë, po kështu dhe e keni të qartë dhe mënyrën se si prokuroria ka vazhduar hetimet pas një mospranimi i kërkesë. Dhe faktet tregojnë që prokuroria ka bërë punën. Dhe të dyja së bashku këto elementë nuk krijojnë bindjen dhe nuk kanë asnjë dyshim lidhur me integritetin e prokurorisë në një çështje të profilit të lartë.
Unë sot nuk mund të paranjoftoj apo të parashpall një vendimarrje, çështja është në hetim. Nuk mund të them se si do jetë vendimarrja, nëse do ketë apo jo, por ajo që u garantoj do jetë një vendimarrje e bazuar në ligj, në prova që sigurojë hetimi, duke marrë parasysh edhe arsyet se pse ku vendi ka vendosur udhëzimin e kërkesës. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.